Ju përshëndesim të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet YouTube-it. Mbas një dite të lodhshme, do bëjmë bashkarisht një hipnozë për lirimin nga stresi dhe rikthimi në qetësi. Bëhuni pjesë e platformës psikiatri.al për të ndjekur një terapi të plotë me hipnozë dhe jo vetëm. Qëndroni në një ambient të qetë. Ndoshta keni dëshirë të rini shtrirë, ndoshta keni dëshirë të rini ulur, është zgjedhja juaj. Do ishte mirë që të kishit kufje në vesh, që të ndiqnit këtë hipnozë dhe ta ndjenit më thellë në mendjen tuaj. Mbylli sytë për një moment. Merr frymë thellë me hund dhe lëshoje me gojë. Lejo trupin të pushoj. Mbylli sytë butësisht. Ndjej që pallat e tua të lodhura tashmë mbas një dite të vështirë të gjithë muskujt të çlirohen ngadalë. Nuk ka nxitim. Nuk ka më detyra. Kjo është koha jote. Koha për të lënë gjithçka pas. Qetësohu. Merr frymë thellë, të nxirre ngadalë. Përqendrohu tek frymarrja. Ndjej ajrin si hyn dhe si del. Si një valë e butë që hyn dhe del ka brenda teje. Me çdo frymarrje qetësohesh pak më shumë. Çdo nxjerrje fryme të çliron nga ajo që s'ta do trupi më. Merr frymë thellë, nxirre butësisht. Po ndjen se si fytyra jote zbutet, supet bien poshtë, lehtë, qafa lirohet, barku zbutet, trupi yt po fillon të ndjej peshën e vet. Dhe kjo peshë është e mirë, është pesha i qetësisë. Po e ndjen trupin të rëndë. Imagjino tani që po ulesh në një vend të rehatshëm, në një koltuk të butë, ose në breg deti, ku era është e ngrohtë dhe e lehtë. Dëgjoj zhurmën e valve që vijnë dhe ikin. Ashtu dhe mendimet e tua vijnë dhe ikin. Pa i ndaluar, pa i gjykuar. Sot nuk ke nevojë të mendosh për asgjë. Ke bërë mjaftueshëm. Ke dhënë shumë. Dhe tani ke të drejtë të pushosh. Ky është momenti yt. Nuk ke nevojë të vraposh. Qetësohu. Me çdo frymarrje, trupi yt kujtohet si është të jesh i qetë. Me çdo nxjerrje fryme, largon tensionin, shqetësimin,
çdo mbetje të stresit që ke ndier gjatë ditës. Ndjeje trupin si bëhet më i butë, më i ngrohtë, më i lehtë. Tani imagjino një dritë të ngrohtë që del nga zemra jote. Një dritë e artë që përhapet në çdo pjesë të trupit, në gjoks, në duar, në këmbë, deri në majat e gishtave. Kjo dritë e ngrohtë është energjia jote e pastër. Ajo të kujton që brenda teje ka gjithmonë paqe. Ajo s'varet nga rrethanat. Paqja jote nuk varet nga rrethanat, as nga njerëzit, as nga dita që kalove. Ajo është gjithmonë aty. Një dritë e qetë, e butë, e qëndrueshme. Mendo tani një vend ku ndihesh i sigurt. Ndoshta një kujtim, një dhomë e ngrohtë, një peizazh. Shiko ngjyrat e tij. Dëgjoj tingujt përreth. Ndjeje aromën që të kujton qetësinë. Rri aty për pak qaste. Në këtë hapësirë i mbrojtur, je në paqe, je në balancë. Çdo fjalë që dëgjon tani është si një përkëdhelje për mendjen. Një kujtesë që edhe pas ditëve më të lodhshme, ti mund të rikthesh qetësinë tënde. Sepse qetësia nuk humbet. Tani, le të vendosim një mendim të bukur për sot. Mendo, e lash pas gjithçka që s'mund të ndryshoj. Marr me vete vetëm paqen. Merr edhe një herë frym thellë dhe nxirr ngadalë. Ndjeje trupin që mbushet me qetësi. Ndjeje zemrën që rreh lehtë, me ritëm të butë, të shëndetshëm. Nëse dëshiron mund të rrish me këtë ndjesi sa të dëshirosh. Mund të flesh, ose mund të hapësh syt ngadalë, duke e ditur se stresi i ditës tashmë është larguar. Je i sigurt, je i qetë, je në paqe me veten.